Në buletinin e datës 3 nëntor 2025, Alp Control ka hapur 2 tender me vlera të fryra për trajnime emergjencash dhe pastrim zyrash me shifra që arrin afro 1.7 milion euro. Njëri prej tyre përsëritet çdo 2 vite, ndonse sipas marrëveshjes me Eurocontrol duhet të zhvillohet çdo 5 vite, ndërsa tjetri paguan 770.000 euro për një shërbim që mbulohet nga 5 sanitare të kompanisë. Kompania shtetërore Alp Control, që administron hapësirën ajrore shqiptare dhe është pjesë e rrjetit të Eurocontrol, po operon në një situatë financiare të falimentuar. Pas vendimit të arbitrazhit që dënon me 130 milion euro gjob dhe humbjeve që justifikohen përmes bilanceve të falsifikuara, drejtori i saj Maksim Ethemaj ka zgjedhur rrugën e zakonshme të pushtetarëve në ikje tenderët e minutës së fundit. Në buletinin e prokurimeve publike të datës 3 nëntor 2025, Alp Control ka shpallur një tender me fond limit 933.000 euro me objekt trajnim refresh i emergjencave ATCO, një procedurë përsëritur për të tretën herë në 5 vite. Ky tender është zhvilluar më parë në shkurt 2020 për 790.000 euro dhe në mars 2023 për 820.000 euro, ndërsa tani ka rritur vlerën në 933.000 euro, duke shkelur standardin e Eurocontrol sipas të cilit ky trajnim duhet të kryhet një herë në 5 vite, jo çdo 2. Shtimi i frekuencës dhe i vlerës financiare jep tenderit aromë të qartë abuzimi, duke krijuar dyshimin se kemi të bëjmë me një skem fiktive faturash dhe rimbursimesh për të justifikuar shpenzime që në fakt nuk ekzistojnë. Tenderi i dytë faq absurd është ai për shërbimin e pastrimit të zyrave të Alp Control, me vlerë kontrate 770.000 euro për 3 vite që i është dhënë kompanisë Cleanfast ShPK pas 9 muajsh manovra procedurale. Burime nga brenda kompanisë konfirmojnë se tenderi është shtyrë disa herë për të përshtatur kriteret me kompaninë fituese, duke ndryshuar specifikime teknike dhe duke krijuar garë formale me pjesëmarrës të paracaktuar. Në realitet, shërbimi i pastrimit kryhet nga 5 punonjëse sanitare të paguara nga vetë struktura organike, sipas një plani pune që mbulon të gjitha zyrat dhe ambientet e kompanisë. Kjo do të thotë se 770.000 eurot do të përdoren për fatura fiktive, me letra që justifikojnë një shërbim që tashmë kryhet brenda ndërmarrjes. Sipas ekspertëve të financave publike, rishpallja e tenderëve të njëjtë në intervale të shkurtra është një metodë klasike për të shpërndar fonde të brendshme para ndryshimeve të drejtimit. Në këtë rast Ethemaj i emëruar me mbështetje politike po tenton të spastrojë buxhetin e kompanisë përmes tenderëve të paracaktuar, ndërsa kompania gjendet në një situatë rrallë për një ent publik, detyrime të pashlyera dhe borxhe që kalojnë 150 milion euro. Në kontrast me këtë krizë, drejtuesit Alp Control marrin paga mes 2.500 dhe 6.000 eurove në muaj, pa përfshirë shpërblimet dhe dietat periodike. Pra një kompani që rezulton me borxhe kolosale, gjoba ndërkombëtare dhe humbje të sajuara, po shpërndan miliona për tender luksi e trajnime refresh, të cilat më shumë se investime janë shenjë një vjedhje të përgatitur me kujdes. Alp Control është shembull i qartë se si falimentimi shtetëror shërben si mbulesë për pasurimin personal të drejtuesve politik, në vend që të paguajë detyrimet dhe të shpëtojë nga arbitrazhi, kompania vazhdon të shpall tender fiktiv duke u kthyer në një fushë eksperimentale për abuzime dhe zhvatje fondesh publike. Dhe për sa kohë që s'pak hesht Maksim Ethemaj do të vijojë të pasurohet, ndërsa Alp Control do të fundoset edhe më thellë në borxhe.